Interesantja me Edin është kur erdhi në Vjenë, para se të futej në politikë, ishte atëherë kryetar bashkie, që erdhi para se të merrte pushtetin. Para se të bëhej kryeministër. Para se të bëhej kryeministër. Të takoj? Unë shkova me gjithë Bensonin, ishim tullur diku aty dhe shkova me vonesë, Edi kishte filluar të fliste, edhe kthen kokën duke kontrolluar se ka atë që ka gjithmonë në sallën në kontroll. Në kontroll. Edhe nga gjatësia, nga trupi. Neve dhe ndaloj bisedën. Tha, më falni, tha se pash të shoqen time të klasës, të shkollës, që s'pas ka ndryshu fare. Gito qa bosi e si a qonë. Nuk skuqa o zverda. Një thash, unë flasim pastaj, në me thënë. Dhe të gjithë, duhet tani, Edi duhet shkosht ata kosht, a bërse në base... Unë Edin e kam respektuar, e kam, si thuash, vlerësuar për sa ishte, dhe tani nuk e vlerësuar sa e kam vlerësuar me një fjalë. Po pse çfarë ndodhi? Po tani kryeministri është e vërtet. Megjithatë, fakti që rreth kabinetit të tij ka pak personalitete, kjo më bën të dyshoj nëse vërtet ka dëshirë që të bëj. Ka pasur personalitet? Ka pak personalitete. Mos ka ngelu qefi që s'ka marrë ty pastaj. Absolutisht. Nuk ka lidhje me mua, sepse unë asnjëherë nuk kam dashur ta lë Vjenën, por në fushën e ekonomisë, në fushën e politikës, në ministrinë e jashtme, në shumë, më thënë, njeriu ka nevojë për personalitete, sido që të jetë. Megjithatë, thash, ai ka përzgjedhjen e tij, ka dhënë Shqipërisë një lloj fizionomie, unë këtë domethënë i ka dhënë. Por siç thua edhe ti, e mira s'ka fund. Dhe atje do thënë diçka atje në një institut, çfarë bënte Edi? E mendoj ndonjëherë që ky do bëjë Jo, ka qenë shumë introvert në institut. Ka qenë shumë i tërhequr, nuk përpiqej të binte në sy, madje Edi nuk përpiqej të binte në sy. Jo. Të paktën në fokusin tim, nuk e di, ose pas ke qenë ti e tërhequr. Mbase. Bëre atë refleksione. Ajo ka qenë më vonë, pasi unë kam ikur. Neve bënim, si thuash, këto mbrëmjet e fsheta me magnetofon në për këto studiot e pikturës, skulpturës, me batanie. Dhe Edi për shumë asnjëherë s'ka qenë i pranishëm. Nuk vinte Edi, Jo. Edhe këto, do me thënë që ishte ajo, si thuash, grupi që ishte i krijuar në institut nga dek të ndryshme, piktura, muzika, nuk e kam pasur, si thuash, në atë. Si llogarise ishte kështu. Mbase, nuk e di. Po Turin, na thotë diçka për Turin. Për Turin. Se ka ndruar jetën. Turi ka qenë djalë shumë i lexuar. Në vërtet. Jashtëzakonisht i lexuar. Dalloj kë, po. Jashtëzakonisht i lexuar dhe si thuash, ka pasur një ADN që duke që vinte nga një familje intelektuale dhe nga një familje ndryshe, si thuash, djali Petros. Djali Denji Petros. Përsa i përket atyres së tij, sigurisht çdo njeri nuk duhet të ngatrojmë në si thua bagazhin intelektual, mënyrën e trajtimit të gjërave me natyrën me tipin edhe me personin, me një fjalë që sigurisht mund të kesh tekje të ndryshme, mund të kesh defekte të ndryshme si person, por si intelektual Turi ka qenë vërtet. Okej, ecim kur thotë Edi Rama. Po flas me gjuhën e Institutit Arte. Ecim. Tani, kjo është Tirana 1988. Sa mall, po. Ka marrë malli? Shumë. Ka marrë malli, ja? Shumë. Po, merr malli pse kur ishte Ingrid Mukeli në rrugë, prit se po kalon kjo. Ka qenë e vështirë, nuk ka qenë aq e thjeshtë. Kishte frikë? Frikë, sepse ishe e pambrojtur dhe mund të ndodhte gjithçka. Çfarë mund ndodhte? Të vinin, të kapnin, të gaudisnin, të... Që ka ndodhur Tirana? Plus ka ndodhur? Atë ka ndodhur incident? Aty afër. Ka ndonjëherë kështu për kafsh? Çfarë thua? Po. Ç'ishe i kafsh? Po kafsh. Se e the vetë atë kafsh. Nuk mund t'i thuash kafsh, kanë qenë domethënë pak a shumë ku diun. Nuk e di, të rinj. Të rinj. Ua. Për çfarë ka marrë malli më shumë për këtë Tiranë? Për adresat e vjetra të njerëzve që kanë jetuar këtu, që kam njohur shumë në Tiranë, domethënë kam njohur shumë persona. Domethënë në fundin e viteve 80, them që kam pasur një njohje goxha të gjerë dhe po thuaj se në gjithë këtë pjesën e qendrës së Tiranës një fjalë persona dhe kur shikoj për shembull ky jetonte këtu, kjo jetonte këtu. Po na thyni ne kështu. Për këtë ka marrë malli shumë që u shkojë në shtëpi, të vini në shtëpi, shkoje këtu e kishe shtëpinë këtu.
Te Kafe Flora, për shembull, e ka pasur Drita Pelingu, që e ka pasur Kafe Flora atje? Po, Kafe Flora është. Atje, po. Po, Të hyre... aty. Po? Këtu ke Nën Kaçet. Të në kaqet? Ka qenë Genzdashi. Genzdashi. Po. Ka qenë edhe Dor Keko. Teodor Keko, po. Pastaj Kasriot tek Çavushi. Kasriot Çavushi patjetër. Po. Patjetër. Pastaj ke Pallati Vaçezelës, përballë ka qenë Gaço Çako. Po. Këtu ke Kinema Partizani, ka qenë Anila Topçiu me Plarentin. Do të gjitha këto ishin kështu këtu kur ka shpinë ky, Po, sigurisht, ishte thash Do të identifikosh pallati me personazh më të njohur. ke derri që i thoshin tek parfumeri, ka qenë parfumeria, ka qenë derri tek i thoshin një restorant, jo restorant, po që blije salqiqe, nuk e di si e ka Po, pasur ke drejt. Si quhen? Por në atë kohë nuk kishin emra të tilla ato, se sot Pikërisht, zgara, restorant, zgara, e derri i thoshin. E derri. Por ata që se njohin doja ti fjas kemi shpjegim ekstra. Aty e ka pasur përballë, ka qenë Çimxhepa, ka qenë Tan Minarolli, ka qenë ky Shani Çuni Liza Vorfit, ka qenë çik më poshtë kanë qenë këto Mariana Kondi, domethënë përballë Do të identifikosh Tiranën. Kanë qenë dy binjaket, Luda me Verën, ka qenë Edlira Athanas, Gjoni Athanas ka jetuar aty. Aty, domethënë nga ana tjetër e Florës ka qenë Piro Milkani, Eno, Margarita, Bebi, ka qenë... Se më gëzohem me këtë. Identifikosh Tiranën. Unë të them, sa herë që kaloj, unë shikoj këthe kokën, pallatet që janë të përçutnuar, po megjithatë përpiqem të shikoj me sytë e zemrës, kur i thon. Përçutnuar, ëh? Po ju pra ju artistët të përçutnuar në kuptimin që mirëmbajtja ka evoluar në një mënyrë tjetër, me fjalë ashtu siç kanë qenë. Sepse apropo parantez, mund të ndërtosh gjëra shumë të shtrenjta, por kultura e mirëmbajtjes për mendimin tim është njëshi. Në qoftë se nuk ke kulturë të mirëmbash gjërat, atëherë brenda 2-3 vjetëve ndërtesat plaken. Edhe karrozohen, edhe është ku diun. Shumë e drejtë. Më gëzohet shumë të je i pari person që unë kam intervistuar në karrierën time që e lokalizon Tiranën nëpërmjet vendeve, shpive të personazheve më të njohur. Unë ashtu, domethënë në qoftë se do vazhdoj më tej, mund të vazhdoj më tej sepse thash në çdo. Nëse dini dikë tjetër më thuaj se në çdo godin, po mendoj se ja vlen të zgjatemi në këtë pikë, po në çdo godin ajo që dua të përfundoj me një fjalë është që në çdo godin, po thuaj se në çdo godin kishte 2-3 familje të cilat e gëzonin ose i jepnin dritë në sytë e mi, ndryshe me një fjalë. Tani embëlsirën ku te lokalit te Pallati Kulturës ka 2 apo te 15 kaç? Ke 15 kaç. Te 15 kaç dhe ke Pallati Kulturës. Edhe te Pallati Kulturës apo te 15 kaç? Te të dyja. Te të dyja. Çfarë haj atje? Kombekaj, akullore. Un jam e brezit dhe të Kursalit, kur shkoja me mamin me babin për dore ke Kursali. Te Kafe Flora para se të prishej. Mbaj mend të më kujtohet zhuri poshtë ato gurat e vegjël edhe ato poçat lart. Tipike për këto lokalet e birrës. Kur u prish rruga e barikadave Merdi keq, merdi shumë keq, ishte mrekullueshme. Rruga më e bukur. Ishte me shumë personalitet, me shumë emocion, ato dyqanet e vogla. Dgjoj, pallate, gur, beton ka kudo. Ja, pra pallate, këto pallate ka kudo. Do të thonë, ajo që i jep fytyrën një qyteti janë jetët që janë brenda, janë dyqanet, janë aktivitetet e ndryshme. Ose bukur. Më kënaqem me këtë. Thash je i pari person që do të thonë lokalizon Tiranën përmjet emrit. Këtë pjesën e vuaj shumë sepse thash që hika në mënyrë të papritur edhe si thua nuk mu venit vetiu, do me thënë në mënyrë organike, po më mbeti pikërisht në periudhën që unë e ruaj, do me thënë si më të bukur në jetës time. Foto tjetër? Ja pra qa vishe ti, ja qa vishe. Kjo ka qenë një qese turke më duket, duty free shops. Duty free shops, e buke. E të mërshme. Këto kanë qenë qizmet që i ka sjell babi nga Gjermania, që i mbajti mami, një periudhë pas e mila mua i trashgoj. Dhe këto qizme kanë qenë, i vesha një 2-3 herë në Institut të Arteve. Me takat e... Ka qenë kaq, jo, s'ka qenë. S'kishin takat. Se takat e tua janë legjendë, thoshe takat e ngrit, më vonë takat, po do flasim për takat. Po palto? Palto ka qenë e qepur, ma qepi një komshie në Tiranë, edhe unë i vija këtë ripin sipër se më duke shumë pak me një fjalë, edhe doja të kishte më tepër, si thua,
Ato doreza kështu ai ftohtë kishe? Dorezat e më tepër për ftohtëve. Po edhe shkonin me çizmet me rypin, kështu që përpiqesha të. Ku je ulur këtu? Këtu kam ulur në atë lulishten që është prishur tek kryeministria, që është bërë tani piramida. Ka qenë lulishtja shumë e bukur.